Ndjesia e lidhjes së menjëhershme. Pse disa takime ndjehen magjike? Ndonjëherë në jetë takojmë dikë dhe ndjejmë menjëherë një lidhje të fortë, pa mundur ta shpjegojmë logjikisht. Kjo ndjenjë mund të vijë si një rrufe në qiell të pastër, duke na bërë të ndjejmë sikur kemi njohur këtë person për një kohë të gjatë, edhe pse është takimi ynë i parë. Por çfarë e shkakton këtë ndjesi? A është rastësi, apo ka diçka më të thellë që ndodh në sfondin e pavetëdijshëm të mendjes sonë? Një teori interesante është ajo e shpirtit binjak ose lidhjeve karmike, e cila sugjeron se disa njerëz janë të lidhur me ne në një nivel më të thellë, ndoshta edhe përtej kësaj jete. Këto lidhje mund të jenë shoqëruese të fatit tonë, të cilat na ndihmojnë të përparojmë në rrugën tonë shpirtërore dhe emocionale. Shpesh, këto takime mund të na bëjnë të ndjejmë një ndjesi të papritur familiariteti, si një kujtim i fshehur që sapo është zgjuar. Psikologjia e të pavetëdijshmes. Sipas psikologut të njohur Carl Jung, njerëzit që hyjnë në jetën tonë shpesh reflektojnë diçka të fshehur brenda nesh. Këto lidhje mund të jenë pasqyrime të anëve tona të pashprehura ose të emocioneve të pazgjidhura. Për shembull, dikush që na bën të ndjehemi të sigurt mund të simbolizojë dëshirën tonë për stabilitet, ndërsa një person që na sfidon emocionalisht mund të na ndihmojë të zbulojmë plagë të vjetra që kërkojnë shërim. Mendja e pavetëdijshme luan një rol të madh në mënyrën se si ne perceptojmë të tjerët. Shumë herë, tërheqja apo kundërshtimi që ndjejmë ndaj dikujt nuk është i rastësishëm, por ka rënje të thella në përvojat tona të kaluara. Për shembull, nëse kemi pasur një mungesë dashurie ose miratimi në fëmijëri, mund të tërhiqemi nga njerëz që na japin atë që na ka munguar ose, përkundrazi, të refuzojmë ata që përpiqen të na duan në mënyrë të shëndetshme. Kjo na ndihmon të kuptojmë se marrëdhëniet tona janë shpesh një pasqyrim i marrëdhënieve tona të kaluara me figurat e rëndësishme në jetën tonë. Sinkronizimi dhe fati, a janë takimet rastësore? A ka vërtet rastësi në jetë? Shpesh, njerëzit që takojmë shfaqen në momente kyçe, duke na ndihmuar të rritemi dhe të evoluojmë. Ky fenomen njihet si sinkronizimi, një koncept i propozuar nga Jung, i cili sugjeron se disa ngjarje ndodhin në mënyrë domethënëse, edhe pse nuk kanë një lidhje shkak-pasojë të qartë. Nëse vazhdimisht ndeshim dikë ose ndjejmë një tërheqje të pashpjegueshme ndaj një personi, kjo mund të jetë një shenjë që ai ose ajo ka një mesazh ose një mësim të rëndësishëm për ne. Shumë njerëz raportojnë përvoja të çuditshme kur bëhet fjalë për takime të tilla. Për shembull, mund të mendosh për një person dhe papritur ta takosh atë rastësisht në një vend të papritur. Ose mund të dëgjosh për dikë dhe brenda disa ditësh ai të shfaqet në jetën tënde. Këto momente janë shpesh shenja që jeta po na drejton drejt një rruge të re, duke na treguar se universi mund të ketë një plan më të madh për ne se sa mendojmë. Marrëdhëniet sfiduese, udhërrëfyes drejt shërimit. Disa nga marrëdhëniet më të fuqishme janë ato që na sfidojnë më shumë. Këto lidhje shpesh na bëjnë të ndjejmë emocione të forta, qoftë dashuri të thellë, qoftë dhimbje të madhe. Arsyeja është se këta njerëz shpesh aktivizojnë plagët tona të së kaluarës. Në vend që t'i shmangim këto marrëdhënie, mund të përfitojmë duke i parë si një mundësi për të kuptuar dhe shëruar veten tonë. Në marrëdhëniet sfiduese, ndonjëherë shfaqet një ndjenjë e fortë tërheqjeje, por edhe një konflikt i vazhdueshëm. Kjo është për shkak se këta njerëz shpesh janë pasqyrime të aspekteve tona që nuk i kemi zgjidhur ende. Duke u përballur me këto sfida, kemi mundësinë të çlirojmë emocionet e bllokuara dhe të çlirojmë veten nga modelet e dhimbshme të së kaluarës. Përsëritja e modeleve, a është një shenjë për të punuar me veten? Nëse përjetojmë vazhdimisht marrëdhënie të dhimbshme ose të vështira, kjo mund të tregojë se ka një model të pavetëdijshëm që po e ripërsërisim. Për shembull, dikush që tërhiqet gjithmonë nga partner emocionalisht të ftohtë mund të ketë një plagë të pambyllur nga fëmijëria. Ndërgjegjësimi për këto modele është hapi i parë për të ndryshuar ato dhe për të ndërtuar lidhje më të shëndetshme. Shpesh, këto modele rrjedhin nga përvojat e para në jetë, sidomos nga marrëdhëniet me prindërit ose kujdestarët tanë. Nëse një person është rritur në një mjedis ku dashuria ishte kushtëzuar, ai mund të ketë vështirësi të pranojë dashuri të pastër më vonë në jetë. Prandaj, vetë analiza dhe puna me veten janë thelbësore për të thyer këto cikle dhe për të krijuar marrëdhënie më të balancuara. Ndërgjegjësimi si çelës për ndryshimin. Kur fillojmë të njohim dhe pranojmë veten, ndryshojnë edhe marrëdhëniet tona. Kur nuk kemi më nevojë që të tjerët të mbushin boshllëqet tona emocionale, tërheqim njerëz që na pasqyrojnë rritjen tonë të brendshme. Njohja e vetes është një proces i vazhdueshëm, por sa më shumë të punojmë me veten, aq më shumë do të lidhemi me ata që rezonojnë vërtet me ne. Perceptime të bazuar në numra. 100% e lidhjeve, sipas Jung, të gjitha marrëdhëniet tona janë pasqyrime të gjendjes sonë të brendshme. Një zgjedhje e rëndësishme të njohësh veten është çelësi për të dalluar lidhjet e vërteta nga iluzionet. Përsëritja e vazhdueshme, nëse një model i dhimbshëm përsëritet, është një shenjë se diçka në ne ka nevojë për shërim.